Benita përfshihet në një debat shumë të ashpër me Fjollën, një përballje që shpërthen papritur dhe trondit atmosferën në shtëpi. Fillimisht shkëmbimi i fjalëve nis me tone të larta dhe akuza të ndërsjella, por situata merr një kthes edhe më të fortë në momentin kur Benita vendos të flasë hapur dhe të nxjerrë në pa atë që ajo e quan një sekret të errët të Fjollës. Banorët e tjerë mbeten të shtangur, pasi askush nuk e pret që debati të shkojë deri në këtë pikë. Gjatë përplasjes, Benita deklaron se Fjolla nuk është as pak ajo që paraqet dhe se, sipas saj, ajo ka një të kaluar që përpiqet ta fshehë. Ajo shprehet me tone të forta duke thënë se Fjolla, sipas pretendimeve të saj, ka shitur trupin dhe është përfshirë në gjëra shumë të rënda. Këto fjalë bien si bombë në mes të debatit dhe krijojnë një tension të madh në ambient. Zëri i Benitës dëgjohet qartë, ndërsa ajo vazhdon të flasë pa u ndalur, duke këmbëngulur se publiku dhe banorët duhet ta dinë të vërtetën sipas saj. Situata bëhet edhe më e rëndë kur Benita shton se, sipas akuzave të saj, Fjolla ka pasur lidhje edhe me lëndë narkotike, duke e paraqitur atë si një person që nuk ka parime dhe moral. Këto deklarata shkaktojnë reagime të forta, fytyrat e banorëve ndryshojnë dhe disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën. Fjolla duket e tronditur dhe e acaruar nga akuzat, ndërsa tensioni mes tyre arrin kulmin. Debati vazhdon për disa minuta me radhë, ku Benita përsërit se nuk mund të durojë më hipokrizinë dhe se ajo nuk ka frikë të thotë atë që mendon, pavarësisht pasojave. Ajo thekson se këto gjëra, sipas saj, tregojnë se Fjolla nuk meriton respekt dhe se sjellja e saj brenda shtëpisë është vetëm një maskë. Atmosfera mbetet shumë e rëndë edhe pasi fjalët ndalen, duke lënë pas një situ.